Mirëmbrëma shikues të nderuar. Këtyre ditëve është zhvilluar një prej debateve më të ashpra mes njerëzve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Debate, mospajtime dhe konflikte mes njerëzve të luftës ka pasur vazhdimisht. Jo pak viktima janë shënuar si pasojë e këtyre konflikteve mes komandantëve. Jo pak dëshmi janë dëpunuar në drejtsinë ndërkombëtare dhe vendore, pikërisht nga këta komandant kundër njëri tjetrit. Jo për të zbardhur ndonjë krim të luftës, por për të qëruar hesapet me njëri tjetrin. Ne sonte kemi realizuar një dokumentar të titulluar Hesape lufte, ku trajtojmë të gjitha këto konflikte dhe gjitha vrasjet misterioze të kryera gjatë dhe menjëherë pas lufte. Ju ftoj ta ndiqni dokumentarin. Atyre që me gjakun e vet i kontribuon shtërimit dhe dignitetit. Quma gjeshale, gjithat nana për mu i kishe i posh. Njerëzit donin armë. People were looking for arms. Njerëzit donin të vdesnin për vendeve. Ka munduar që ti je ushtar i mirë. Në uborrin e kësaj shtëpie, saktësisht 18 vjet më parë, kishte ndodhur përplasja e parë publike mes komandantëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ramush Haradinaj, i ardhur nga frontet e luftës të Dugaxhinit, kishte pasur mosmarrveshje të mëdha për çështjet e furnizimit me anëtarët e shtabit të përgjithshëm në Likoc. Për fat, armët nuk ishin nxjerrë. Por, ndryshe kishte ndodhur në Prapaqan, ku ishin vendosur në një kazermë të përbashkët njerëzit të UÇK-s dhe ata të Farkut. Haradinaj, në librin Rrëfime për luftën dhe lirinë të Bardh Hamzajt, e pranon se në obor të objektit kishte fyer, sharë dhe shtën me armë. Në shenë komandantët vlatës. Ballafaqime fizike dhe verbale mes njerëzve të UÇK-s ka pasur gjatë gjithë luftës dhe deri në ditët e sotshme. Jo pak viktima janë shënuar si pasojë e këtyre konflikteve të komandantëve. Jo pak dëshmi kanë deponuar në drejtsinë ndërkombëtare dhe vendore, pikërisht këta komandant kundër njëri tjetrit. Jo për të zbardhur ndonjë krim të luftës, por për të qëruar hesapet me njëri tjetrin. Unë të dua ty për president po aq sa të donë edhe familja Jashari. Besoj të mjafton. Nuk mund të them që të dua siç të deshta Adem Jashari, sepse do të merrje si kërcënim. Kjo deklaratë e Recep Selimit në seancën kur u zgjodh president Hashim Thaçi, ktheu sërish në skenë ballafaqimet mes komandantëve të UÇK-s. Ramiz Ladrovci, i ngarkuar me punë në ambasadën e Kosovës në Tiranë, thot se dëgjoi akuzën e Selimit në radion e veturës, teksa ishte rrugës për Prishtinë. Afër kufirit, thot ai, kishte arritur ta postonte në rrjetet sociale një kundërreagim të ashpër. Miqësinë tuaj me Adem Jasharin e shpëtova unë për të shërbyer qëllimit të luftës.
ashtu si shpëtova edhe jetën tuaj pas asaj që të mos them tradhtisë që i bët Adem Jasharit. Unë e kam të arkivuar zërin e prisit ton legjendar me këtë të vërtet të madhe. Recep, jemi miq të njohur e të vjetër, nuk duam që askush, as ti e askush tjetër të na ngacmoj plagët, duke dashur të hedh politikën e çastit mbi faktet historike. Kush është taki i tradhtisë? Është çfarë pas kam tradhtuar? E keni dhënë vet? Asnjëherë. Dhe kur e pas kam tradhtuar unë thojza, ku keni qenë ju? E kur në debat hyri Ganigeci, situata mori tjetër rrjedhë. Kur më ka pas plagu mu vllavë, që më kam plagu shok të Recep Selimit, me në 1998 në fshatin Ashlan, e kam taku Hashim Thacin edhe Recep Selimin se bashku në një kerë në Likoft. Edhe më bënë si e Ganigeci. Thash, vallaj që e mirë, nëse ja keni nisë, thash me vra shqiptar, mirë po më nëna më majtë. Po pas kësaj çfarë ka ndodhur? Çfarë ndodhi? Pas kësaj që ndodhi në kuvendin e Kosovës, gjë që nuk duhet të shqetësoj. Kush i doli në mbrojtje, zoti Thaçi? Tre figura interesante. Aty i doli në mbrojtje Ganimeti Musliu, që njihet për këto kundërshtimesh. I doli në mbrojtje Ramiz Ladrovci, dhe i doli në mbrojtje Ganigeci. Tri figura interesante i doli në mbrojtje, ose nga këto tri figura Thaçi kërkoi mbrojtje pas asaj çfarë unë thash në kuvendin e Kosovës. Pra, i doli mbrojtje Ganigeci, i cili së paku për 2 vrasje është përgjegjës. Është vrasës i 2 fisht, para sa i pranon vetë, për të tjerat nuk e di. E vërteta është se Hashim Thaçi nuk e ka asnjë ditë luftë, por e vërtet tjetër është se në fshatin Polac, ku është bërë lufta në Likoshan, para 30 ushtarëve, Adem Jashari ka thënë Recep Selimit: "Unë që jam gjallë, kam me ta nxjerr Gabzherin." Ramiz Ladrovci ndërkaq akuzoi Recep Selimin edhe për pritje ndaj ushtarëve të UÇK-s dhe lidhje me Fadel Syleviqin, një punëtor i sigurimit shtetëror serb, i cili, sipas Ladrovcit, ka gisht në vrasjen e mjekut Hafir Shala. Sa kom ditë, sa kom mujtë. Ky njeri është Sokol Dobruna, ish kryetari të ashtu quajturës gjykatë të UÇK-s. Kam qenë udhëheqësi resorit juridik të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Pas lufte, nuk është përmendur shpesh kjo trup, por në luftë thuhet të ketë gjykuar jo pak persona. Disa prej tyre, madje, ju ka shqiptuar edhe dënime me vdekje, siç është rasti i Blerim Kuqit. Në zonën e Ana Moravës. Në intervistën dhënë për Zona Express, Dobruna rezervohet shumë të jap informacione për gjyqjet e kohës, edhe për ato ndaj ushtarëve të UÇK-s për konflikte e mosmarrveshje mes vete. Nuk më kujtohet, edhe nuk ka pas. Nuk ka pas. Gjykatës nuk ju ka deponu kallëzime të tilla penale. Për zënka ndërmjet komandantëve për shkak. Ati nuk i kujtohet edhe një komunikim i ashpër mes Ramush Haradinajt e Hashim Thaqit, edhe pse thuhet të ketë ndodhur në prezencë të tij. Nuk e majnë man. Sinqerisht nuk e majnë man. Shumë gjana më kanë çlyu prej memorjes. Nuk më me thonë se sa qashtu, se e di një herë ka qenë Hashim Thaqi në zonën operative të Dugagjinit, bashkë me Jakub Krasniqin. Tjetër nuk më kujtohet se imi pa me Hashimin. Me Hashimin jam pa edhe një herë në
Devetak është një farë bjeshke. Më tepër jo. Në fakt, ballafaqimet kryesore nuk kanë ndodhur mes ushtarëve të UÇK-s, por mes ushtarëve të UÇK-s dhe atyre të Farkut, formacionit ushtarak që financohen nga qeveria në ekzil e Kosovës. Është fakt, sot është fakt i ditur për tërë opinionin se kanë ekzistuar 2 organizime ushtarake me të njëjtin emër, me të njëjta embleme, do të thotë Ushtria Qëndrore e Kosovës, por që komandimin dhe kontrollin e kanë pasur nga komandat e ndryshme. Një pjesë e formacioneve të Ushtrisë Qëndrore të Kosovës janë komanduar nga shtabi i përgjithshëm, kurse një pjesë tjetër nga Ministria e Mbrojtjes Republikës Kosovës. Konsideroj që kanë pasur të bëjnë më shumë me kampin e politikës paqësore që përfaqësohen nga Lidhja Demokratike dhe atë të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, e cila mbështeten nga Lëvizja Popullore e Kosovës. Gjithë konfliktet, përfshirë dhe vrasjet e pas luftës, etnogjenezën ose inatin e tyre e kanë që nga koha e fillimit të luftës. Për shkak se kjo kategori e këtyre komandantëve tentoi të rrëmbente të gjitha meritat e lirisë Kosovës, në ndërkohë që për lirinë e vendit nuk kishin dhënë vetëm këta, ose këta kishin dhënë më spaku. Ishte edhe një organizim tjetër institucional, i cili kishte bërë organizime institucionale, kishte bërë përgatitje ushtarake, profesionale, dhe që mori përsipër çlirimin e vendit, dhe kjo strukturë e quajtur FARK, në kronologjinë e luftës për liri, ka shënuar betejën më të lavdishme, thyrjen e kufirit shqiptar-shqiptar. Ganigeci, njeriu që thot se ishte i vetmi bashkë me vëllezër që u mundua t'i ndihmonte Adem Jasharit me 5, 6 dhe 7 mars 98, thot se komandanti legjendar është tradhtuar nga njerëzit që tash thirrën në emër të tij. Njerëzit kanë mujt me bon ma shumë, për nas kanë akuzu. Ata që kanë bon ma shumë, janë në të tregojnë. Ndërsa, këta që pëthojnë, dhe të shpjegojnë ku janë konë, se unë se di. Faktikisht në Laush nuk janë konë. Dhe me thonë, unë mëj me thonë me përgjithësit plot, në Laush u konë për pas Jetullah Gecit, si komandanti i fshatit që ka qenë atëherë, dhe gjithë ushtarët e fshatit Laush, asnjë ushtar prej fshatrave tjera këtu nuk ka qenë. Asnjë një, hiç. Përgjithësim për këtë do ta maj shteti, sepse Adem Jashari dhe Rifat Jashari kanë kërkuar ndihmë edhe për BR Bukoshit edhe për LBK-s dhe mjetet që kanë dedikuar atyne, këta nuk kalojnë ku i kanë qunë, s'di se unë si më konas financat si kom pas, ku i kanë qunë ato mjekët që e nërë për perëndimi për me mbrojt, atëherë thirrëmi në pragun e shtëpisë ose për me mbrojt vetë Adem Jashari, si komandant që ishte. Ku janë ata fishek, ku janë ato murtaja, që ka pas, dhe më thonë, ka pas në përshkromit rreth madh, ka pas vetëm një PKT, Ademi edhe një murtaj 500-që. Dhe Kalashnikov që i kanë pas. Tash të lashja është me gjithë fajtorin, se në dy do të gjinet, pse Adem Jashari nuk ka pas armë të mjaftueshme. Dhe pse dikon ka pas Gulinave, aty s'ka pas. Pse dikon dhe më thonë, këto janë që do të me ushtjellu. Ai ka një akuzë direkte për Recep Selimin dhe Bujar Bukoshin. Litratarin. Dhe kjo ka më gjithë një ditë. Kushdo që ka qenë? Atë që e kanë izolu, që e kanë, si kanë që armët. Adem Jashari një ditë ka më uzbulu. Nëse nuk do të më uzbuluat për me, do të më uzbuluat prej vetë atynes. Faktikisht, Adem Jashari nuk ka pas armë, nuk ka pas fishek, ka qenë izolun. Qeveria Republikës Kosovës e kalon, Lidhja Demokratike e kalon, LPK-ja e kalon, Shtabi i Përgjithshëm e kalon dhe haj është fliu. Me flimin e tij tani ata kanë mujt me bomb miliona parë në perëndim, dhe ato miliona e kanë prupja atje dhe i kanë investuar në Kosovë, këtu janë sa në që po dihet.
Po a ishin konfliktet dhe problemet kryesore të luftës vetëm ideologjike, apo gjithçka bëhej për të kontrolluar financat e luftës? Në këtë kohë, dihet se funksiononin dy fonde të majme, ai 3% dhe vendlindja thërret. Realisht nuk janë duk si një trup i vetëm, por gjatë gjithë kohës kanë funksionuar në divergjenca, edhe Farku, edhe Ushtria Qërimtare e Kosovës. Nga këndvështrimi im gjithnjë, është historia, do t'jetë koha, do t'jenë analizat e më vëshme që do t'a vërtetojmë, por nga këndvështrimi im, unë edhe sot, edhe atëherë kam mendua ashtu, edhe sot e shoh se të njerëzit e Ushtrisë Qërimtare të Kosovës ka qenë një gatishmëri për të bashkëpunuar me qeverinë e Kosovës në eksil. Bile pritej që në fillet e luftës vetë zoti Bukoshi, pra nga këndi im si gazetar, po flasë gjithnjë, zoti Bukoshi, atëherë kryeministër, ta mbështes edhe financiarisht luftën. Ideja tash që zoti Bukoshi duke mbështet të minoj një organizim, konsiderojt të deri atëhershëm, që ishte bu me vite, pra daton që nga vitet 70-80 përpjekja për morët e lufta për liri, njerëzve që kanë qenë gjithmonë ilegalitet në këto vite, ideja e Bukushit që në një farë mënyrë jo ta marrë frenat e luftës, por ta minoj së brendshmi në emër të një lloji mbështetje, ka sjell deri tek këto përqamje dhe deri tek këto mospajtime, në të cilat mendoj që kanë mësuar, pra sot për sot mendoj që kanë mësuar pafajshëm edhe bartës të njërit apo tjetrit projekt që nuk kanë qenë në nivelet e larta të luftës. Arsyeja kryesore e krijimit të kësaj mitologjie të rrajshme për këta komandant të vetshpallur është se pjesa dërmuese e njerëzve që ishin në krye të luftës sot janë në vrarë, pra nuk gjenë gjallë, ata janë dëshmor, jetojnë me pjedestalin më të lartë të lavdisë për lirinë e vendit, ndërkaq arsyeja kryesore, për mendimin tim, e kësaj kacafytje ose e kësaj lufte të vetshpallur të këtyre komandantëve është fillimi i punës së gjykatës speciale. Është fakt që pas luftës një numër i ushtarakëve kanë humbur jetën në rrethana misterioze. Dhe derisa këto rrethana nuk sqarohen, atëre është një mundësi e madhe që ne të ngrisim të teori të ndryshme dhe që është ti adresojmë tek burime të ndryshme. Por është prapë çështje e cila duhet të trajtohet nga organet profesionale të drejtësisë. Ne edhe sot nuk e dim arsyeja apo nga kush është porositur vrasja e kolonelit Tahir Zemaj, komandantit Ekrem Rexha Drinit, ushtarakës Sabahat Tolaj, ushtarakës Mal Hajdaraj, po ashtu të ushtarakut Isuf Haklaj, etj. Këto janë çështje për të cilat opinioni është i interesuar të ditë të vërtetën, por edhe ne si bashkëluftarët e tyre, por edhe familjarët të cilët e bartin dhimbjen më të madhe. Zona Express ka hartuar një listë të njerëzve që janë vrarë gjatë dhe pas luftës. Asnjëra prej tyre nuk është zbardhur kurrë, por motivet janë goxha të qarta: qërim hesapësh për financat e luftës, përpjekje për të zënë pozicione në hierarkinë e UÇK-s apo vrasje të pastra me motive politike. Ilir Konoshevci u vra me 9 maj 1998 në një prit afër qytetit të Bajramçurit, teksa udhëtonte me një kamion të mbushur plot armatim. Mërgimi ishte njeriu kryesor për furnizim me armë të UÇK-s. Vrasja nuk u zbulua kurrë. Ky është trupi i Bajeti Ahmet Krasniqit,
në morgun e vjetër të Tiranës. Kamerat arrin të regjistrojnë falderës së prishur. Ministri i të ashtu quajturës qeverisë të Kosovës në ekzil, që tash duket me një tull ndërkok, ishte vrarë pak orë më parë, natën e 21 shtatorit të vitit 1998. 18 vjet nga ajo vrasje, në mes të kryeqytetit shqiptar, afër vendit të quajtur tek shtëpia e partisë, nuk është arrestuar dhe as nuk ka asnjë të dyshuar. Tahir Zemaj u vra të shtunën në 4 janarit 2003 në Pej, bashkë me djalin e tij Enisin dhe kushëririn Hasan Zemajn. Njerëzit e LDK-s për këtë krim kanë drejtuar gishtin tek kundërshtarët politik në Dugaqin. Isa Mustafa, sot kryeministri i Kosovës, kishte thënë se për Tahir Zemajn lufta kishte përfunduar qysh në qershorin e vitit 99, ditën kur forcat serbe u tërhoqën nga Kosova, por jo edhe për armiqtë e tij. Qershor sa po nisi lufta një fasë të zezë njerëzish, cilët shqytur në honën të nënësisë serbe e të rejtjes ndaj kundërshtarëve politik, që bërë atentate të mërshme kundër njerëzve më të shquar të Kosovës, shumica të cilëve ishin bashkëpunëtor të presidentit Rugova dhe anëtar të Ligës Demokratike të Kosovës. Vrasja Tahir Zemajt nuk është zbuluar kurrë. Ali Ukaj, gazetar, i vrarë dhe i masakruar në banesën e tij në Tiranë me datën 5 gusht 1999. As kjo vrasje nuk u zbulua kurrë. Ukaj ishte i afërt me UÇK-n. Sadri Ramçaj, ushtar i të ashtu quajturve institucionalista, po ashtu u vra në vitin 1999 në Shqipëri. Ibrahim dhe Recep Nikçi, pjesëtar të UÇK-s, u vra në një prit në afërsi të Kukësit. Ilir Selimaj, dëshmitar në rastin grupi Dugaqinit, u vra në një atentat në fshatin Osuj afër Navbergjanit të Pejës me datën 14 prill 2003. Në këtë prit, kundër Ilir Selimajt u vra dhe halla e tij Feridja, ndërsa bashkëshorti i saj Dema, fëmijë Drita 14 vjeç dhe kushtrimi 3 vjeç u plagosën. Iliri ka qenë ish pjesëtar i formacionit ushtarak Shqiponjat e Zeza në brigadën 136 të Rugova. They are under the control. They have the order. Every order what will come from higher level, we will accept that. The order in accordance between our government and NATO. All the men who have been involved in war crimes will be responsible for that activity. All others, they are free to stay. We don't make pressure to anyone, but we will not keep anyone to do what is his wish. Ekrem Regja, i njohur si komandant Drini, ishte vrarë mëngjesin e 8 majit të vitit 2000, para shtëpisë së tij. Ai ishte nisur për punë, kur vëren se goma e parë është e shfryrë. Në atë moment, prapa shpinës qellohet me breshëri automatiku. Për këtë rast, janë mbajtur 2 procese gjyqësore ndaj ish pjesëtarëve të UÇK-s dhe ish miqve të komandant Drinit. General Sali Veseli, ish komandant i zonës së 2 të TMK-s, ishte akuzuar për bashkëpunim në vrasje.
Sebahat Tolaj dhe Isuf Haklaj, oficer hetuz policor në policinë e Kosovës, u vranë në një atentat në fshatin Raushiq të Pejes me datën 24 nëntor 2003. Sebahatja ishte pjesëtare e UÇK-s në Koshare, ashtu sikurse edhe Isufi. Dyshohet se ata u vranë për shkak se po hetonin disa vrasje të motivuara politikisht. Enver Haradinaj u vra me 16 prill të vitit 2005 rreth orës 14:55 minuta në afërsi të fshatit Raushiq në magjistralen Pejdeqan. Ai ishte pjesëtar i UÇK-s. Kjo ishte vdekja e tretë në këtë familje. 2 vëllezër të familjes Haradinaj janë vrarë gjatë luftës nga forcat serbe, Shkelzen dhe Luan Haradinaj, ndërkaq 2 të tjerë në kohën kur u vra Enveri gjendeshin në qelitë e burgut. Njëri i arrestuar me akuzë të tribunalit të Hagës për krime lufte ish kryeministri Ramush Haradinaj dhe tjetri Daud Haradinaj, atkohë i dënuar me 5 vjet e gjysmë në burg, po ashtu për krime lufte. Është spekuluar shumë për motivet e këtij krimi, por ai nuk është zbardhur kurrë. Në këto gërmadha në Lipjan, pas luftës kishte qenë e vendosur një prej bazave më të rëndësishme të KFOR-it. Aty ishin marrë dëshmi për shumë krime të kryera gjatë viteve 98-99. Ishin rrëfyer edhe shumë komandantë. Fillimisht jam marrë si dëshmitar në procesin e Miloševićit, procesi i cili ka gjatë mjaft shumë. Pastaj jam marrë si dëshmitar nga prokuroria për rastin Limaj. Shukri Buja është njëri prej tyre. Ato e publik. Këto janë çështje të cilat nuk janë të gazetarëve, edhe nëse keni një mision nga Uleksi, atëherë thueni se përgjigjem, nuk e kam atë problem. Po realisht ka pas strukturë komanduese, ka qenë shtabi i përgjithshëm, ka qenë vija komanduese dhe në bazë të vijës komanduese dhe kemi vepru. Në pjesën kur unë kam vizituar ndonjë vend si Lapushniku apo Kleçka, kjo ka qenë kuadër të detyrave që kam pas nga shtabi i përgjithshëm. Në bazë kishte qëndruar dhe Haxhi Shala, i njohur si komandant topi, por që nuk kishte dhënë deklaratë. Zona Express sjell ekskluzivisht pamje nga intervistimi i tij nga hetuesit e tribunalit të Hagës në këtë bazë të KFOR-it. Më qumë Haxhi Shala, gjitha dhënat për mu i kishe i pash këtu, sot kërkoj falje ty. I apologize for today. Okay. Me kaq mundem me mbyll, më dha emrin e avokatit, numrin e telefonit. Unë numrat ju I kam, edhe në ditë tjetër më emrin e So if we close things down for today, then I've got your numbers and the information. Okay. I can give you the name of my lawyer and we can make another appointment. Okay, you said you had a second point. You said you had 2 points. Is there another thing you wanted to talk about? Në thatë që kishit 2 gjëra për cilat donit me folë, thot, a kishte edhe diçka tjetër që donit me rënë. Or maybe I misunderstood. Apo ju keq kuptuan. Ja, unë I pash, masi ndava me ju I pash. Po çka jam? I saw what it was about after we left each other. Right. E pash edhe për shkak jam I thellë. I saw what the summons was about, why I'm summoned here. E këshyra edhe nenin. I looked at the article. Po tash gjitha me kontaktu me telefon nuk desha, po mos e lam takimin në ora 4 desha më orë. Do jam I gashëm çdo herë më orë. So is there anything else you want to talk about before we stop the interview for today? A kishe diçka tjetër për cilën doja më na foltot para se me ndalu
intervistën për sot. Ja, nuk do të bisedoj për gjë pa avokatin e familjes. Se I don't want paguaj to talk about anything without the lawyer of Okay. my family. I'm Okay. paying. Do you have any Kuptoj idea? shumë mirë. Do you have any idea when approximately we could do the interview together with your lawyer? A ke një farë ideje se kur mund ta bëjmë pak a shumë intervistën me praninë e avokatit? Unë më emrin e avokatit, numrin e telefonit tina, moni me kontaktu me të. Edhe kur të shta i lirë, unë jam i lirë. I can give you the name of my lawyer, his telephone number, you can contact him, and whenever he is free, I'm free. Okay, do you want us to do it that way or do you want to contact him yourself? A do që ta bëjmë në këtë mënyrë, do të thënë ta kontaktojmë neve apo do ta kontaktosh vetë avokatin dhe Qysh ta keni ju në program? Are you available tomorrow? Po nesër, a do ishe Jo, nesër. ai i gatshëm? Nesër jam në zonë. E kam një delegacion State Departamentit Amerikan vizit aty, ku punoj. I'm busy tomorrow. I'm expecting a delegation from the American That's what you American mentioned. department. Unë jes na për ne. Na the. Ose në mëngjes herë, ku pas ku deri në ora 10, ose që son të lash në braume, vend që me shku me mor djalin të shkolla erdha këtu me kry. Po aty kishte qenë edhe Recep Selimi, dëshminë të cilit e posedon zona Express. This is a witness interview of Recep Selimi. Could you please tell me your date of birth? Do të vetëm konfirmoj edhe një herë që kjo intervistë është intervistë me dëshmitar dhe me zotin Recep Selimi, ju lutem datën e lindjes. 15 mars 1970. 15th of March 1971. And your current address, please? Adresa momentale. Bregu i Dilit, zona perëndimore. Sunny Hill, West Wing. West Hall. 16 për një Prishtinë. 16 Cross 1, Prishtina. Your religion? Religione, fe. Muslim. Me çka mireni për momentin dhe pozita juaj? Tash jam antar në partinë Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Member of the party AA, political party AAK, Alliance for the Future of Kosovo. Po shtroj detyrën e sekretar organizativ në parti. Organizational secretary within the party. Hetuesit ndërkombëtar në atë kohë duket se kryesisht kanë qenë të interesuar të dinë për burgun e Llapushnikut dhe disa krime të kryera në Kleçk, e ku shef ishte Fatmir Limaj. Ka pas vendalje, nuk kam thënë gjatë tonë gjykimit, ka pas vendalje. Keni parasysh, unë po e marr një shembull pas luftës. Qose jeni ju dëshmitar të pas luftës e dini që këfori për një veprim sa do të vogël të ka shtri për tokë dhe të ka arrestu. Ndërsa ne kemi qenë gjendje lufte, ndërsa këfori nuk ka qenë gjendje lufte pas luftës, po ka qenë gjendje të jashtëzakonshme. Realisht duhet me po në kontestin e asaj kohë sepse kemi qenë luftë. Dhe gjatë luftës veprimet ushtarake janë veprime ushtarake ma tash pra se son kohë paqe. Në kohë paqe sot policia nëse reagon të shtrim për tokë dhe të arreston. Ndërsa sot kërkohet pse ushtria shqiptare e Kosovës e ka ndalë dikon që ka mund të dyshoj dhe i ka qartësu se po dyshojmë dhe këta në shpe ose e ka mojt një notë e ka përcjell për shpe. Dhe këto çështje janë tendencioze, janë të qëllimta, janë politike dhe janë për ta njëllosur ushtrinë shqiptare të Kosovës, asgjë tjetër. Ballafaqimi final mes komandantëve, sipas gjitha gjasave, do të ndodh muaj të ardhshëm, kur në Holland të filloj punën gjykata speciale. Shumë prej tyre do të jenë subjekti kësaj gjykate, dikush si dëshmitar e dikush si akuzuar. Mbetet të shihet nëse atje do të vendoset edhe drejtësia për viktimat, gati 20 vjet pasi që i ka mbuluar dheu. Kemi ndjekur kështu dokumentarin Hesape lufte. Javën tjetër do të merremi me Nazim Bllacën. Natën e mirë.